pikërisht në Zvicër. Ka morë malli ajo për vendlinje? Absolut, për vendlinje s'ka një që nuk i bje malli. As pa dhimet këti venim janë qitë qelësin, na? Po dhimen pak, dhimet si jo, po ama ma shumë të se vendlinja s'besoj që dhimet dikush tjetër. Familjarisht kemi hangër në këtë sofë. Gjyshi në fakt, që kështë e thonë sot? Me gjyshi, vërtet, mungon shumë. Flisi është vërtet shqiptarët, sidomos na shqiptarët këtu, e kemi bon si vend takim. Si thonë bash o të shqiptarë. Unë personalisht 32 vjetë jam Zvicër, pa tjetër duhet me e rujtë. Sa ka ma mirë se ta rush traditën tënde. Në fillim kur e kam hap direkt në pandemi. 4 muaj punova edhe erdhë pandemia. Krahe më i fort ishte ai që më ka çu vërtet të mburëm se çfarë babe e kam edhe të eci përpara.